17 të punësuar në inspektoratin për përdorimin e gjuhëve nuk kanë marrë rrogë që 5 muaj. Për këtë, ata janë detyruar të mbajnë një konferencë për media për të njoftuar opinionin dhe institucionet përkatëse. Fitim Ramadani, i punësuar në inspektorat si inspektor i lartë, foli në emër të 17 kolegëve të tij, që i përkasin pothuajse të gjitha etnive që jetojnë në maqininë e Veriut, duke përfshirë shqiptar, maqedonas, turq e tjerë. Ramadani tha se mosmarrja e pagave për gati gjysmë viti nuk ka shkaktuar vetëm gjendje të rëndë sociale, por me këtë ai tha se shkelen të drejtat e njeriut të garantuara me kushtetut. Edhe pse ekziston kjo e drejtë e garantuar me kushtetut, ne gjysmë viti nuk kemi marrë kompensim për punët tona. Përveç kësaj, kemi mbetur edhe pasigurim shëndetësor dhe pensionar, e cila edhe më tej e keson sigurinë tonë dhe të familjeve tona. Kjo gjendje na shpije në një pasiguri sociale, në luftë ekzistenciale, si dhe në zhvlerësim absolut të punës dhe dinjitetit të nënpunësit. Megjithatë, ata theksojnë se i kanë njoftuar të gjitha institucionet përkatëse për gjendjen e tyre dhe deri më sot nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Po ashtu, kërkojmë që Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në koordinim me Ministrin e Financave, me Ministrin e Drejtësisë, si dhe me Kryetarin e Kuvendit, të gjejnë mundësi ligjore për shlirjen e rrogave të prapambetura të nënpunësve të Inspektoratit të Përdorimit të Gjuhëve. Nëse nuk zgjidhet kjo çështje, të punësuarit nuk e mohojnë edhe të dalin në protesta, ndërkaq shtojnë se edhe përkundër të gjithë kësaj situate, ata shkojnë çdo ditë në punë.